është vetë Allahu ai i cili në Kur'an thot: "Wa man yuti Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij dhe ka frikë Allahun, pra e respekton Allahun dhe ruhet prej kufive të Zotit, pra nuk i shkel kufijt e Allahut, ata janë të shpëtuarit. Shikoni se si Allahu fillimisht e sqaron atë se pa nënshtrim ndaj Zotit dhe ndaj pejgamberit të Zotit nuk mund të jemi të devotshëm. Nga se nënshtrimi ndaj Allahut dhe ndaj Rasulullahut alayhi salatu wasalam është parimi themelor i devotshmërisë. Ne nuk mund të jemi të ndërgjegjshëm derisa nuk e pranojmë faktin që duhet të nënshtrohemi krijuesit absolut të gjithësisë. Atij i cili na dha çdo gjë, atij i cili na dha jetën, na dha çdo mirësi që ne e gëzojmë. Atij i cili na begatoi, na pasuroi e na zbukuroi me lloj-llojshmëri adhurimesh, zbukurimesh e stolisjesh. Si në vetët tona, në trupat tonë, në shpirtrat tonë, po ashtu edhe në gjërat që na rrethojnë, nga mirësitë që ne i gëzojmë. Andaj e kemi për detyrë që t'i nënshtrohemi Zotit të plotfuqishëm. Ka se nënshtrimi ndaj Allahut nuk është robërim, por është çlirim. Sa më shumë që i nënshtrohemi Allahut dhe rrjedhimisht edhe Rasulullahut alayhi salatu wasalam, aq më tepër ngritemi e përndritemi. Aq më shumë e ndjejmë madhështinë e të qenit i lirë. Ndërkaq sa më shumë që e kundërshtojmë Allahun dhe Rasulullahun alayhi salatu wasalam, e anashkalojmë nënshtrimin ndaj tyre, aq më tepër robërohemi nga krijesat njerëzore, nga pasionet dhe dëshirat jo të mira, nga planet jetësore që mund të na duken si të mira, por realisht përfundimin e kanë të ligë. Kësaj Allahu tregon se ata të cilët i nënshtrohen Allahut dhe Rasulullahut është e pamundur që të mos jenë respektues të Zotit.